Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit në She's on Air në Top Albania Radio dhe tashmë ju e dini që javë për javë ne do të mirëpresim në studion ton konkurrente të She's on Top. Dhe këtu kam sot Sueda Komi dhe Blerta Ahmeti. Përshëndetje vajza, mirë se erdhët. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu në mesin ton. Secila keni ato, njëra është si fillim njëherë të bëj një prezantim të shkurtër. Suhejda, pra me Suhejla. Ka emrin pak specifik. Suhejla, e ke shumë të atë do thoja. E ke shumë të veçantë emrin. Shkurt e thrasin Suhi. Shumë është nga Shkodra. Po për këtë pra ka emrin të veçantë. Lutem shumë. Dhe nga ana tjetër kemi Blertën, që është nga Suareka. Mirë se erdhët vajza edhe një herë. Vajza, çfarë ju shtyu ju të zgjidhni She's on Top? Tani për mua ndoshta një eksperiencë të re, me të thënë drejtën. Ka që jam tip pak eksperimentues me veten, kam qejf gjithmonë me bëj gjëra të reja, sfida. Edhe më pëlqen shumë pjesa e fotove, të pjesa e fotografisë, dhe thash pse jo këtë verë me hinë She's on Top, why not? Edhe ndërsa për mua thjesht më pëlqen televizioni shumë, ndoshta edhe studimet, mënyra se unë mirëna edhe shumë me njerëz me kamera, për këtë arsye edhe po e shoh si mundësi goxha të mirë. Pra nuk është hera parë që ti do përballesh me kamerat me televizionin? Jo. Okej. Nuk ka emocione. Jo. Ndoshta pak, apo Cila mendoni ju vajza që do jetë pika juaj më e fortë që do ju veçojë nga vajzat e tjera dhe nga ana tjetër na tregoni edhe një defekt që e keni që do doni ta përmirësoni? tani të pjesa e karakterit apo të pjesa e sfidave e lojës? Mund ta merrni si të doni, se She's on Top është i gjithanshëm. Që ta keni parasysh pak a shumë, tek pjesa e sfidave e di që pikë fort kam pas fotografinë. Okej. Pasi gjithmonë kanë thënë të marr pjesë me fotografë të ndryshëm, ke pjesë fort portretin, qëndrimin, ja kam shumë mirë komunikimin me kamerën, domethënë. Kurse te pjesa e karakterit jam pak tip kok fort. Kur du diçau e marr s'ka. Mendo se do marrësh dhe fitoren? Shiko, unë nuk mendoj që i fitoria është finalja. Domethënë, unë mendoj që ka vajza që kanë qenë She's on Top, nuk kanë fitu, por ama kanë bërë një karrierë super të mirë. Shikoni mua. Kush mendon se kanë qenë As kam qenë finale fare. Mendoj që është Kam qenë te top 10, apo ja ku jam tani. Domethënë, nuk mendoj që është gjithmonë fitoria. Besoj. Kush janë ato vajza që ty të kanë ngel në mendje që se kanë fituar, po sipas te e kanë arritur shumë? Gjenetën, që nuk e ka fitu, po ama ka bërë një super karrierë sot e kësaj ditet. Vajzat e tjera nuk është. Pra gjithmonë për sa i përket televizorit. Po, televizionit. Ju keni synim televizor, jo modelingun. Unë them kur mos thuaj kur. Nuk i dihet. ndërsa unë televizionin. Televizionin. Kjo vajzë më pëlqen Shkurt shqip pastër. Janë precize në përgjigje. Din se çfarë dojnë. Kjo gjë është shumë e mirë, sidomos në një kompeticion si She's on Po Top. na tregoni pak për veten, me çfarë merreni? Si është dita juaj? Çfarë studioni, nëse studioni, çfarë moshe keni? Unë jam 21 vjeç. Jam në përfundim të studimeve në departamentin e gazetarisë digjitale. Gjatë sezonës të verës kënoja për ahengje të ndryshme. Këtu më ndalo pak. Jam kurioze të di sa ke çmimin në një dasëm, në një aheng. Në një aheng. Se Enxhi. Jo, Ahengjet edhe zgjasin me ditë të tëra. Gjithmonë kemi një ekonomiste në grup, prandaj vin këto pyetje. seriozisht. Pyet çdo Do këngëtar me të thënë, mund. do rritet çmimi pasi të futesh në She's on Top? A është ky një qëllimi jote? Jo. Por është një nga pasionet që ti Qëllimi do im të është ndjekesh. thjesht me ndosh njerëz, me po Blertën kush është. Nuk është gjë e keqe të rrisësh çmimin pasi bëhesh e famshme. Të gjitha bëjnë fundi apo. Po jo me ekstravagant. Po mirë. Po është edhe një nga synimet e tuaja pikërisht muzika. Kështu që do jetë një nga pikat e tuaja më të forta që ti do përdorësh, besoj. Normal. Kemi për të kënaqur. Gjithashtu edhe pikturën, baj piktura. Oh, sa mirë. Domethënë i kam Po shikoj, një gjë është e sigurt, me udhëtimet që She's on Top i bën me vajzat, autobusi do kënaqet. Me këngë, me hare. Po me jetën sentimentale si jeni goca, që ta dim pak. Mua më erdhi një zog. Prap zog. Kemi zogj plot. Hajde tani. Na tregoni. Okej, pra le ta thot tregoni vetë. nga Okej. pak. thjesht jam single, por e dashuruar. Interesante. Po pse je e dashuruar dhe je single? Domethënë si je në një marrëdhënie? Thjesht ndoshta nuk e kam marr hala guximin. Po ai e ka marr guximin?
Nashta nuk e din. Nuk e di. Wow. Dhe më bëri shumë përshtypje se goca jep motorit kaq guxim që t'i japë Ah, motorit motorat. dhe nuk ka guxim që t'i thos djalit të botës që e pëlqen. Tani vetëm një pyetje. Duam një xhiro me Quni- motor ne tash sa. Ky quni që ti Një vajzë ose një djalë do na bëj një xhiro me motor. Ky quni që ti ki pëlqim, është personazh publik apo në Kosovë, afër shtëpisë, puna jeme, s'keni punë? Nuk menoj që duna me thonë që të sen. Që ka Më duket se morë përgjigje. Ndërkohë Suit nga ana jote? Nga jeta sentimentale, mund të them private, por momentalisht nuk kemi gjanë terren. S'kemi gjë. John pra, Terzi. futeni single, Kena John lira Terzi. për të shjuar eksperiencën, besoj. është edhe single, Eksperiencën po në maksimum. nuk ka që se pasi të futesh në shizën top, po rritet dhe kërkesa për Me të thënë të drejtën, nuk jam të dashme më rrit kërkesa. Jo, nuk është gjë e keqe as kjo të rritet dhe kërkesa. Pse merrni çdo gjë negative? Shiko, si puna ime në shizën top do keni shumë vajza, shumë vajza që do keni konkurrencë, më kupton, presion, debat. Po mirë, si reagoni ju në debate? Shiko, unë nuk jam tipi që bëhem impulsive kollaj. Kur bëhem impulsive, dije që me tamam ke bë diçka më bëj impulsive. Nuk jam që shpërthej kot. Okej. Edhe unë jam shumë tipi qetë, njëri që i marr shumë gjonat afër zemrës, ti është i vuj vet. Ti pyes Nuk e kështu, shprej. Në horoskop ç'është shenjashin? Unë nga porre, e korrikut. Okej. Unë jam luan ngushtit. Çfarë ditë gusht? Çfarë diferencë ka kur je një muaj dhe muaj tjetër se kanë filluar përcaktojnë? Kan. Demi prill. Po, kanë ndryshim. Është e re kjo. Goca Ti Suiqa studion? Unë studioj për stomatologji. Më pëlqen shumë kjo gjaja sepse të dyja keni studioni, keni shumë pasione të bukura dhe ja, që vetëm që gocat e bukura dinë të bëjnë edhe shumë gjëra tjera. Kjo më pëlqen Sot unë shumë. me bëj çdo gjë për mendimin tim. Bravo të qoftë. Goca, keni ndonjë histori personale që mendoni se u kanë bërë të forta sot? Unë mendoj që njëri bëhet i fort me shumë historina, po varet kur zgjedh me i thonë, kur zgjedh mos me i thonë. E ke guximin ti do ta tregoje një histori tënde personale? Nuk do e tregoj një histori teme personale ose shumë histori të mia personale, për të vetëm në arsye sepse unë mendoj që kush është një që i fort nuk i tregon. Marr për veti edhe vetëm që se do kisha diçka për me në thelbin që me suportu të tjerët, me i shty të tjerët, për me bë diçka të Për me dhënë një drejtë, mesazh, nuk e kam. domethënë. Nuk e kam një mesazh që më i dhënë. Janë gjëra të mia personale që i kam kalu, më kanë bërë fort si çka çdo Po person çfarë tjetër. mendon për shembull për dikoj që zgjedh që ta tregoj një histori personale? Është zgjedhja vet, edhe bravo i qoftë, sepse jo çdo kush mundet me dalë në televizion edhe me thonë që shef un kam një këtë histori personale, më kanë ndodhur kështu. Por unë personalisht nuk do kisha asgjë. Okej. Çfarë prisni nga She's on Top? Një eksperiencë shumë e bukur. Eksperiencën ndoshta dhe një realizim të ëndrës, besoj. Më pëlqen shumë. Vajza vërtet unë ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Ditë ju them që keni nisur një eksperiencë shumë të bukur dhe do ta mbani mend gjatë. Dhe vërtet uroj që të prekni finalen, të fitoni, të realizoni gjithë ëndrat tuaja. Ama ti Blerta do na këndosh pak tani, nuk e la me i kështu. Vetëm nëse më ndihmoni. Po patjetër, nisë ti edhe Kori nga pas. Okej, do e këndoj këngën 200 ditë. O tha se Besoj, 200 dele 300 dele. Besoj e dini refrenin. Po. Ishte vermoj kur më la, ishin ditët plot vetmi. 200 dit mu dukan shumë, zemra mu do si qiri. Jema bukura në këtë bot, për ty sonte qaj këtë got. 200 dite, hiq ma pak, unë e mjera s'jam rehat. Bravo! Isha pak emocione m'falni. Ishte shumë mirë. Dhe kështu goca na erdhi dhe fundi. Erdhi ditës fundi së kaq sotme. shpejt. Po dhe do shihemi të njëjtën tjetër prap. Po, Me patjetër. konkurrente ky është të reja takimi, të She's on Topit. me të ftuar të tjerë shumë interesant. Vazhdojnë kështu që- aplikimet goca, kështu që vazhdoni sepse më besoj se duke pa pak konkurrente She's on Top të vit do jetë një bombë vërtet. Edhe gocat janë shumë, po shumë të bukura. Jo se Gocat konkurrente apo ne këtu? Jo, sigurisht që po. Po dhe konkurrentët unë i kam pa për afër, normalisht çdo vajzë ka pa për afër. Ka konkurrencë të fortë, domethënë. Nuk janë të bukura, por më besoni që janë më të bukura. Janë më të bukura. Kjo ishte një disi hapur.
Gjithsesi neve vlem të përmendim atë që Livia tha, aplikimet vazhdojnë, juve mund të shkoni në profilin e Edel dhe të aplikoni në linkun që do keni në bio. Dhe kështu unë zgjedh t'ju them mirupafshim. Vajza, edhe juve gjithashtu. Ju përshëndesim të gjithë ata që po na dëgjojnë dhe po na shohin. Dhe do shihemi sërish të Të njëjtën tjetër. Puthim. Bye.